Në brigjet e Adriatikut ndodhet një shkollë që jo vetëm edukon, por edhe frymëzon. Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson në Golem të Kavajës, një institucion që ka ditur të zhvillohet në përputhje me kohën dhe të krijojë ura lidhëse mes brezave, profesioneve dhe së ardhmes. Me një drejtim dhe profil bashkohor, kjo shkollë është kthyer në një pikë referimi për arsimin profesional në Shqipëri. Këtu dijet nuk mbeten vetëm në libra, ato zbatohen në praktik, në laborator, në terren dhe në situata reale pune. Në kuadër të rëndësisë që ka përfshirja e vajzave në profesione, shpesh paragjykohen si atipike. Shkolla organizoi një aktivitet promovues me titullin Dita e Vajzave, një ditë për të thyer stereotipe, për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të dhënë një mesazh të qartë. Profesionet nuk kanë gjini, por pasion dhe përkushtim. Drejtoresha e shkollës, zonja Matilda Çanaku, theksoi se mbështetja në bizneset lokale, si dhe mundësia për studim në një spektër të gjerë profesional, kanë ndikuar drejt për drejt në zgjedhjen e nxënësve. Ajo shtoi se shumë prej nxënësve janë kthyer për të kontribuar sërish në shkollën që i formoi. Bashkëpunimi me bizneset është gjë e më e rëndësishme në shkollë. Marrëdhënia me biznesin në vitet e fundit ka marrë tjetër fokus dhe tjetër qasje. Nxënësi përveç se bën praktikën profesionale në shkollë, e ka të domosdoshme që ta bëjë praktikën edhe në biznes. Por nga ana tjetër, dhe bizneset kanë qasjen më të mirë në arsimin profesional për të bërë praktikën ose për të mbështetur shkollën në bërjen e praktikës së nxënësve që ato nxjerrin nga bagat e shkollës dhe më pas nesër të nxjerrin të nxënës në tregun e punës. Mjeku veterinar ka status të veçantë. Merret me qenie të cilat nuk kanë gojë të flasin. Dhe është shumë e vështirë të jesh një mjek veterinar se sa të jesh një mjek human. Të vazhdosh 4 vite dhe arsim profesional veterinari nuk të pengon absolutisht që shkollën e lartë ta vazhdosh për mjekësi humane, për fizioterapi, për stomatologji, për infermieri, për farmaci, pra s'të pengon askush që të vazhdosh të lartën për çfarëdo lloj drejtimi që të duash ti. Ama që në vitin e parë ti merresh me pjesën e anatomisë dhe perceptimit të mjekësisë. Kështu që ju sugjeroj të gjithëve që të aplikoni në shkollë profesionale dhe të zgjidhni drejtimin e veterinarisë për të ardhmen tuaj. Mund të punohen në sektorin privat, mund të punohen në sektorin shtetëror, zonat ku ne operojmë, Kavaja dhe Durrësi, janë zona që po kanë mungesë të këtyre profesioneve dhe pse jo, ju ta vazhdoni këtë lloj drejtimi. Në aspektin privat, secili prej jush sipas mundësive mund të hapi një biznes privat për kirurgji, për klinikë veterinare, për farmaci veterinare, pra askush nuk u pengon të punoni në shtet dhe në privat për të ndërtuar jetën në mënyrën më të mirë të mundshme. Falenderoj OEA-dën për mbështetjen, falenderoj qeverinë austriake e cila na dha mundësinë që ta krijonim këtë aktivitet dhe më së shumti falenderoj shkollat, shkollën e Shtodhrit, shkollën e Golemit e cila na mbështet. Uesja e projektit, zonja Entela Dimni, tregoi se Dita e Vajzave ka si synim të frymëzojë të rejat që të ndjekin pasionet e tyre, duke zgjedhur lirisht profesionet që dëshirojnë larg paragjykimeve sociale. Ky është një aktivitet shumë i bukur, i cili organizohet nga OEA-ja me mbështetjen e AKP-s dhe sigurisht edhe mbështetjen e masës. Në fakt ne këtë aktivitet në bashkëpunim me gjithë bashkëpunëtorët e tjerë e bëjmë sepse duam që të tërheqim vajza në profesione atipike. Për shembull, në shkollën tonë kemi drejtimin veterinari dhe duam që të tërheqim sa më shumë vajza në drejtimin veterinari. Dhe kjo ditë është një ditë shumë e mirë, e cila i dedikohet vajzave të klasave të nënta, të cilat nëpërmjet këtij aktiviteti shikojnë vajzat e tjera, pra të drejtimit veterinari, në këtë rast, të cilat zhvillojnë orë mësimore me mësuesit e tyre në këtë drejtim. Sepse janë disa drejtime të cilat të shkollave profesionale, të cilat preferohen nga vajza, siç janë për shembull ekonomiku, hoteleri, turizmi. Dhe ne duam që në shkollën tonë edhe vajzat e drejtimeve veterinari ose bujqësi, agroturizëm të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e këtyre drejtimeve. Janë profesione shumë të bukura, të cilat janë të lidhura me tregun e punës dhe ato shumë mirë mund të dalin në jetë dhe mund të zhvillojnë profesionet e tyre. Duke menduar tani që dashuria për kafshë
kafshët. Mentaliteti i njerëzve që ka ndryshuar, njerëzit mbajnë kafshë të ndryshme në shtëpitë e tyre dhe për kujdesën, unë mendoj se si vajza dhe djemt do ishte shumë mirë të ashtu. Po sot është dita e vajzave dhe unë në fakt u bëj thirrje vajzave të vinë të regjistrohen në drejtimin veterinari dhe jo vetëm në drejtimin veterinari në shkollën tonë, por në të gjitha drejtimet. Ka një staf të kualifikuar, ka një shkollë shumë të mirë, ka një mbështetje shumë të mirë të praktikave për nxënësit lidhin teorinë me praktikën. Në laboratorin e veterinarisë, ku zhvillua praktika mbi kafshët, asistoi edhe profesor Donald Korçuku, i cili vlerësoi seriozitetin dhe përkushtimin e nxënësve, duke theksuar se kjo shkollë ofron kushte reale për punën profesionale. Përveç pjesës së shkollës, laboratorit, që është një nga vendet ku ne bëjmë praktikën për pjesën e veterinarisë, kemi edhe pjesën e bazës, ku ndodhen lopët, pulat, kemi qend, kemi lepujt, do me thënë përveç shkollës, si godin, është edhe baza që ndodhet pak më poshtë, dhe normalisht të gjitha rastet që ne i përcjellim në orët e mësimit, materialet, pjesën bazë dhe marrim tek baza poshtë. Normalisht që sipas kurrikulës së mësimit, ka orë caktuara ku jemi edhe ne të detyruar të sjellim te pjesa e laboratorit, pjesa e mikroskopit, pjesa e qepjeve, apo pjesa e demonstrimit injeksionesh e të gjitha këto. Normalisht bëhen këtu, dhe në rast nevoje, sepse normalisht kafsh janë, mund kemi edhe në një që mund ketë nevojë për mjekim. Bashkë me nxënësit shkojmë tek baza dhe merrem me trajtimin e kafshëve. Normalisht, që duke i bërë mas herë praktik, arrin që edhe ato t'i vënë disa pika te pjesa e smundjeve kryesore. Këto normalisht kanë akoma kohë, sepse akoma nuk e kanë mbaruar pjesën deri 4 vitet e shkollës, normalisht të mbarosh 4 vitet, pastaj aftësohesh për pjesën e smundjeve. Pjesa e mirë e shkollës mesme profesionale, drejtimi veterinar, është sepse mbi 70% e lëndëve që bëhen në universitet, siç kam bërë edhe unë, bëhen edhe këtu në shkollë. Kështu që një pjesë e mirë e materialeve që do kenë nevojë nesër pas nesër për pjesën e smundjeve apo gjithë drejtimit veterinarisë mund t'i marrin edhe te shkolla këtu. Çdo gjë del e licencuar, dalim me licencë me gjitha, siç del nga universiteti, del edhe nga një shkollë mesme. Normalisht sot fati shkollës Golem që ka edhe bazën, që kemi edhe goxha materiale, është shumë herë më ndihmës se sa pjesa e universitetit, që edhe ato jo se nuk i kam, por që shumë periudhë gjatë 5 vjet shkollë, shumë orë praktike dhe kur do t'i bësh, shumë nxënës sepse gjithë atje mblidhen si përfundim. Kurse këtu edhe mund shpërndahen edhe në për shkolla tjera. Një tjetër zë frymëzues ishte Deisa Tila, studente në përfundim të studimeve të larta në fushën e veterinarisë. Ajo ndau përvojën e saj me Drita Televizion duke theksuar se kjo shkollë ka marrë bazat e duhura për suksesin e saj. Sipas saj, edhe pse laboratorët mund të duken modest, janë të mjaftueshëm dhe të krahasueshëm me ato të disa shkollave të larta. Unë vitin e parë të shkollës, kur unë regjistrova, isha në një gjimnaz të përgjithshëm. E pash veten që nuk isha kërkuar ndaj atje sepse nuk isha vendosur për asgjë. Dhe mendova të ndroj shkollën dhe erdha këtu në shkollën e Golemit, ku ishte veterinaria, dega ime preferuar. Studiova këtu për 3 vjet pastaj, por që bazën e vitit parë e kompensova. Dhe pas barimit këtu të 4 vjeçarit, që mora bazat që mu nevojitën aq shumë dhe për shkollën e lartë, isha një hap më para atyre që kishin bërë gjimnazin e përgjithshëm, sepse këtu i kishim dhe bazën, pjesën teorike, pjesën profesionale dhe pjesën praktike, që i kishim marrë tek shkolla këtu në Golem. Pas 5 vjeçarin që kam kryer atje, tani jam në përfundim, po kryej praktika në biznese, në klinika. Dhe mendoj se ja vlen, sepse mjeku veterinar është më i aftë se mjeku human. Për arsye se mjeku human i merr çdo gjë gati, se ja shpjegon njeriu, kam këtë, kam atë, ndërsa ne për kafshët duhet ja gjejmë vetë se çfarë ka. Por dhe një sër sëmundjesh që transmetohen tek njerëzit, baza janë kafshët që mund t'ja transmetoj. Mjeku veterinar duke studiuar është edhe një hap për kafshën, por edhe për njerëzit që është ndihmë. Unë kur hodha degët, unë hodha edhe për infermierin, edhe për fizioterapinë, edhe veterinarin, to ishin 3 bazat e mia. Unë i kapa të gjithë, përsëri zgjodha veterinarin. Anatomia dhe fizionomia e kafshës është pothuajse e njëjtë me të njerëzit. Dhe paralelisht i shpjegojnë dhe pedagogët dhe mësuesit këtu, që kështu është dhe tek njerëzit, kështu është dhe tek. Në vitet që kam qenë unë, sesa ishim viti i parë pas shumë vitesh që u futëm veterinar këtu. Dhe ishim matura e parë, 4 vjeçari i parë pas shumë vitesh, sepse nuk u njihte si deg, nuk u njihte e njinin, por nuk e preferoshin. Por tani ka filluar duke u preferuar të më shumë dhe do filloj të preferohet më shumë se është shumë e rëndësishme.
Kur kam qenë unë, më shumë ishte baza praktike tek baza profesionale që është poshtë. Ndërsa këtu tani janë krijuar më shumë kushte, të thënë drejtën, ka më shumë pjesë praktike, pjesën e qepjeve, mikroskopin, pjesën e medikamenteve këtu janë më të kompletume tani. Unë isha dhe në shkollë që isha në gjimnaz, kishim biologji, që biologjia u studionte thellësisht për njeriu, dhe s'kishim një mikroskop, nuk ishim parë ndonjëherë mikroskop. Ndërsa këtu na janë krijuar, është krijuar çdo lloj kushti. Për bazën që ofrohet të pjesës teorike dhe praktike, janë çdo gjë e mjaftueshme dhe te kaluar këtu. Se në pjesën teorike që ofrohet, nxënësit këtu me pjesën praktike që ka dhe profesori, jep më shumë se sa duhet. Megjithatë, sukseset e saj, edhe me laborator mjaft efektiv, shkolla ka ende nevojë për përmirësime të logjistikës dhe për investime të mëtejshme. Grupi i zgjerimit ndoqi nga afër disa prej praktikave mësimore dhe siç tregojnë pamjet, entuziazmi dhe serioziteti është i pranishëm në çdo klas, laborator dhe ambient pune. Shkolla mesme profesionale Charles Telford Erickson është më shumë se një institucion edukimi. Ajo është një familje e madhe që ndihmon nxënësit të ndërrojnë dhe të kuptojnë veten. Ajo është një dritare drejt së ardhmes, një dritare që meriton të zgjerohet edhe më shumë me mbështetjen e duhur nga komuniteti dhe institucionet, sepse kur një shkollë funksionon mirë, ajo nuk formon vetëm profesionistë, por ndërton një shoqëri më të mirë dhe kjo shkollë ja vlen të mbështetet.